Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutash dua të ndaloj të flas për një dyshe që në fakt ka qenë në qendër të vëmendjes. Për një dyshe që është komentuar shumë, publiku ka qenë në një ankth të jashtëzakonshëm duke më pyetur Tiron çfarë po ndodh me këtë dyshe, çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre, si është dashuria e tyre dhe konkretisht flasim për Klodin edhe për Elionën. Ju e dini shumë bukur që ditë më parë në shumicën e portaleve shqiptare u tha që Klodi ka ikur drejt Italisë, do me thënë por i kthehet në Itali nga burime gjasme të sigurta. Unë gjithmonë kam dyshuar në mënyrën se si po shpërqendrohet situata, do me thënë në mënyrën se si po merr kuptimin kjo situatë. Dyshimet e mia ishin që Klodi dhe Eliona ka një marrëdhënie shumë të bukur dhe gjitha kjo gjëja po ndodhen për faktorin e Supernovës, një spektakël që pritet në fakt të startojë në Klan Kosova, por është përfolur që Klodi dhe Eliona do të kenë edhe një rol të rëndësishëm këtë vit në Big Brother. Nuk do të them opinionist, po ndoshta në fan club edhe mund të kenë ndonjë ftesë sepse kanë goxha shumë klikime, por le ta lëm këtë. Klodi ka reaguar në një koment që ka shkruar në një nga portale që ka folur për të që do të thënë e quante ikjen e Klodit në Itali, largim nga Kosova dhe Shqipëria. Klodi me ikona, le ta themi, lotësh ka shkruar komentin që kam ardhur të takoj në nëntime dhe do rikthehem përsëri. Kam qenë skeptik në fakt drejt udhëtimit të Klodit, sepse gjithmonë kam thënë që Klodi ka patur edhe një kontratë në të cilën ai do ta respektonte, do të thënë një kontratë që kishte bërë me Italin për disa reklama. Ndërsa në raport me Elionën kam qenë jashtëzakonisht, do me thënë, në pikpyetje dhe vazhdoj të jem në pikpyetje. Shumica më pyesin Tiron çfarë mendon për këtë marrëdhënie. Në qoftë se Eliona dhe Klodi do të kishin shkatëruar marrëdhënien e tyre, do të kishin shkatëruar dashurinë e tyre, me patjetër që njëri, në këtë rast ose Klodi ose Eliona, do të kishin reaguar në një farë mënyrë në Instagram. Nga vetë fakti që Klodi dhe Eliona nuk reagojnë as pak dhe nuk tregojnë as pak një të vërtetë rreth kësaj marrëdhënie, nga ajo që ne kemi parë më herët, do me thënë nga mënyra se si janë përdor këto mekanizma të marketingut, unë dyshoj që marrëdhënia e Klodit edhe Elionës është thjesht një mekanizëm për marketing dhe asnjë gjë më shumë. Do me thënë, dyshoj në ndarjen e tyre. Mendoj që e gjitha kjo është një strategji që Klodi dhe Eliona janë duke e bërë që në momentin kur ato të jenë gati të startojnë në televizionin Klan Kosova, do me thënë të bëhet bomba e madhe dhe të gjithë të kenë vëmendjen atje. Do të thoni Tiron nga se bazohesh te kjo gjë, po do me thënë është bërë aq shumë këtë kohën e fundit nga personazhet publik, sa që më tash është edhe e mësuar, sepse Klodi në shpjegimin që bëri në TikTokun e tij, do me thënë ka treguar që nuk ka gjë personale me Elionën dhe nuk i takojnë këto fjalë Elionës, që do me thënë nuk kupton që marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë okay.